Pas përgatitjes së trasesë së rrugës së Varrezave në kodrat e Gurit të Zi, radha i erdhi asfaltimit. Siç e tregojnë edhe filmimet, asfaltimi filloi në pjesën fundore të saj, pranë Varrezave për të zbritur poshtë, ku bashkohet me rrugën e Ragamit dhe aksin Guri Zi-Shkodër. Është dita e fundit e punimeve pas disa ditë punë që u bën për përgatitjen e trasesë. Sot mbaron shtrimi me asfalt i rrugës së Varrezave të Guri Zi, janë investimet e bashkisë me fondet e soja. Është shumë e domosdoshme ka qenë, sepse është një respekt për njerëzit e vdekur atje, për prindët dhe gjyshërit tonë atje, dhe ka pas raste që na s'kana mujtë edhe me shku mi respektu nga rruga shumë e dobët që ka qenë. Kjo rrugë, pjesë e projekteve të investimeve të Bashkisë Shkodër, gjarpëron në për disa kthesa dhe është rreth 800 metra gjatësi. Përveç destinacionit për në Varrezat mbi kodra që ka qenë qëllimi kryesor i kërkesës së banorëve prej shumë viteve për rregullimin e saj, kjo është gjithashtu edhe një segment panoramik mjaft interesant, nga ku lugina e Ragamit dhe Guri i Zi shihen si në pëllëmp të dorës. Edhe për rrugën e Vegksharajve në draqin të qytetit të Shkodrës, entja ishte dita e fundit e punimeve, siç konfirmuan specialistët e këtij projekti. Filmimet edhe këtu tregojnë se procesi i fundit që po kryhet është asfaltimi i saj. Ky është një projekt i mirëpritur nga qytetarët e këtij bloku, pasi gjendja e rrugës ka qenë tepër e rënduar nga gropat dhe balta. Kja ka nevojë 85 vjet, lagja vjetër Shkodër, jam vjetër këtu, po kja lagja ka pas nevojë me këtë rrugë. Shumë. Për ndërtimin e kësaj rruge janë financuar nga Bashkia Shkodër mbi 10.394.000 lekë të reja.